Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu. Kur ta ndëgjoni emrin e Ibrahim ibn Adham, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, duhet ta keni parasysh se ka qenë me të vërtetë një njeri shumë kualitativ, një dietar, një adhurues i veçantë, një asket i madh. Kaloi një ditë pra një personi i cili ishte shumë i pikëlluar, i brengosur. Dhe Ibrahim ibn Adham me dëshirën e madhe që t'ja lehtësoje këto brenga, këtë pikëllim, po i thot, po du me të pyet 3 pyetje dhe kam dëshirë që të më përgjigjesh. I tha po i thot Ibrahim ibn Adham rahimahullah, a ndodh diçka në këtë univers pa dëshirën e Allahut? I tha jo. A të paksohet diçka nga rizku, furnizimi që ta ka caktu Allahu? I tha jo. A të paksohet edhe një qast nga jeta jote që Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka caktuar? I tha jo. Atëherë Ibrahim ibn Adham i tha, pse gjithë ky pikëllim, gjithë këto breng? Nëse shikojmë pak çështjet që i përmendi Ibrahim ibn Adham, këto janë me të vërtetë prej burimeve madhore të cilët i sjellin njerëzve derte, pikëllime, brenga, se çka po ndodh me ardhmërinë, çka po ndodh me pasurinë në aspektin e varfrisë, apo në raport me vdekjen, jetëgjatësinë e kështu me radhë. Ndërsa na si besimtarë kemi këtu një shtyllë të rëndësishme të imanit, besimi në caktimin e Allahut azza wa jall. Prandaj është një mekanizëm që duhet na lehtësoj brengat dhe pikëllimin që me të vërtetë është i dashur tek shejtani i mallkuar. Dhe shejtani i mallkuar ka dëshirë ta shohë besimtarin të pikëlluar me brenga dhe me derte. Prandaj këto pyetje të Ibrahim ibn Adham rahimahullah vlen edhe për neve. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح